Në Maliq është kremtuar 35 vjetori themelimit të Partisë Socialiste. Ky përvjetor është shënuar me organizime lokale ku është shprehur mirënjohje dhe kontribut ndër vite i qytetarëve dhe socialistëve të kësaj bashkie në kuadër të festimeve që ushtrinë në mbarqarkun e Korçës dhe shkallvendi. Partia Socialiste në Maliq feston kështu pra 35 vjetorin, mirënjohje për çdo qytetar të Maliqit që ka qenë pjesë e këtij rrugtimi 35 vjeçar për besimin, mbështetjen dhe kontributin e dhënë ndër vite. Një histori e ndërtuar nga njerëzit, puna dhe vlerat që na kanë bashkuar, shkruan Niko Peleshi në Facebookun e tij për këtë ditë të veçantë. Pra, të militosh në një forcë politike është qytetari, sepse tregon që nuk ja kushton kontributin tënd, energjinë tënde, baterinë tënde, nuk ja kushton vetëm vetes dhe familjes, por ja kushton dhe komunitetit. Dhe ai që kontribon edhe për komunitetin e lagjes vet, qytetit, bashkisë, të vendit, është në pjesën e qytetarëve më të mirë të këtij vendi. Ndaj, së pari për këtë lloj qytetarie, unë ju falenderoj të gjithëve për kontributin që keni dhënë në vite. Dhe së dyti, jo vetëm keni kontribuar në politikë, por keni kontribuar në pjesën më të mirë të politikës shqiptare, që është Partia Socialiste e Shqipërisë. Pse është forca më e mirë? Sepse po të kthejmë kokën pas në histori, na ka rënë shorti dhe kemi justifikuar me sukses që të ringrejmë vendin sa herë që politika e keqe e ka fundosur atë. Kështu ka ndodhur edhe në vitin 97, kur Partia Socialiste erdhi në pushtet pasi pothuajse të gjitha institucionet e shtetit kishin rënë, e ringritëm, e çuam përpara, e ngritëm kokën vendit. Edhe sot, e kësaj dite, jemi duke përmbushur njëri pas tjetrit të gjithë detyrat, të gjitha hapat që na çojnë në Bashkimin Evropian.